Vetëm 8 ara në ditë I japin lam të mirë çdo problemi. Ja sekreti si t'i përdorni. Arrat janë aleate të mira të zorëve të shëndetshme nga fibrat omega 3, ato janë një përfitues I jashtëzakonshëm I vlerave për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve. Shëndeti I sistemit tretës është shumë më tepër se sa një jashtëqitje e rregullt. Ato ndikojnë në imunitet, në nivelin e energjive dhe madje gjithashtu edhe në gjendjen tuaj shpirtërore, citojnë ekspertët e Healthline. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shtimi I arrave në menun tuaj ushqyese mund të sjellë një sër përfitimesh. Në qendër të gjithçkaje ndodhen zorrat me miliarda mikroorganizma që jetojnë aty. Dhe nëse dëshironi të mbani një shëndet më të mirë të tyre, atëherë duhet të arrini të realizoni një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Sipas gastroenterologu Dr. Will Blisvek, zgjedhja më e mirë për shëndetin e tyre është edhe konsumi I arrave. Arrat të freskëta natyrale duhet të shtohen vazhdimisht në dietën tuaj, pasi janë një nga frutat më të shëndetshme për sistemin tretës dhe jo vetëm. Por pse arrat janë zgjedhja më e mirë ushqyese që mund të realizoni për shëndetin tuaj të zorëve? Një porcion me arra rreth 28 gram përmban afërsisht 2 gram fiber ushqimore, siç shpjegon gastroenterologu për Eating Well. Fijet janë thelbësore për shëndetin tuaj të zorëve. Shumica e njerëzve I konsumojnë ato më pak se sa sasia e rekomanduar. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht një zëri shtimin e arrave natyrale në dietën tuaj ditore, si një mburojë fantastike për rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj, të mirat që mund t'i ofrojnë arrat shëndetit tuaj do ta bëjnë atë një nga frutat më fantastik në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Një porcion me arra do të nxjisë gjithashtu jashtëqitjen e rregullt, do të parandalojë problemet e kapsllokut dhe bakteriet të dobishme të sistemit të tretjes. Rezultatet do të jenë më të mira edhe falë mikroflorës të balancuar edhe tretjes efikase. Acidet yndyrore omega 3 që gjenden te arrat do të ulin gjithashtu inflamacionin. Arrat janë një burim shumë I mirë bimor I elementeve ushqyes të omegës 3, konkretisht të acidit alfa-lineolik. Përveç se janë të mira për zemrën, yndyrnat omega 3 ndihmojnë pozitivisht edhe në shëndetin tuaj të zorëve. Ato mund të ndihmojnë në rritjen e bakterieve të dobishme dhe reduktimin e inflamacionit në mukozën e zorrës, duke lehtësuar problemet e tyre. Forcojnë barrierën mbrojtëse të murit të zorrëve dhe ulin riskun e substancave të dëmshme që kalojnë në qarkullimin e gjakut. Arrat nxisin gjithashtu prodhimin e acidit butirik shumë I rëndësishëm ky edhe për aktivitetet tuaja ditore. Acidi butirik është një acid yndyror me zinxhir të shkurtër, I rëndësishëm për shëndetin e zorrës. Nivelet më të larta të butiratit në zorr janë të lidhura me më pak inflamacione, qarkullim të mirë të gjakut, funksion më të mirë të zorrëve dhe një mikroflorë të shëndetshme. Përdorimi I këtyre produkteve fantastike në të mirën e shëndetit do të përkthehet në një mburojë të vërtet ushqyese për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Arrat janë të mira për shëndetin dhe një I rritur duhet t'i ketë pjesë të rëndësishme të dietës ditore, duke luajtur një rol fantastik në rigjenerimin e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët shtojnë në një zëri se konsumi I arrave në përditshmërinë e dietave tuaja do të përkthehet në një mburojë fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e problemeve të tyre. Ekspertët shtojnë në një zëri se 5 deri në 8 kokra arra të konsumuara çdo ditë në dietën tuaj do të përkthehen në një rol fantastik në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të merrni të mirat e këtij fruti, sigurohuni ta keni pjesë përbërëse të dietave tuaja. Arrat janë një nga frutat më të mira për shëndetin e trurit dhe jo vetëm, dhe konsumi I tyre do të ofrojë edhe një ushqim të rëndësishëm në shëndetin e kujtesës. Acidet yndyrore omega 3 që gjenden me shumicë të arra do të ndihmojnë në zhvillimin e kujtesës suaj, do të përmirësojnë trurin dhe proceset e tjera,
dhe luftojnë gjithashtu edhe problemet e inflamacioneve, siç është edhe depresioni. Arrat janë tepër ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit, përmbajnë proteina, vitamina, acide yndyrore omega-3, lektinë dhe yndyrna të shëndetshme. Ato ofrojnë vitamina dhe minerale të vlefshme për organizmin. Arrat përmbajnë një sasi të lartë të vitaminës B6, të shumë folat, tiamin. Gjithashtu ato përmbajnë edhe një sasi të konsiderueshme të yndyrnave, siç është gjithashtu omega-3, por edhe vitaminën C, mangan, magnez, fosfor dhe hekur. Omega-3 dhe omega-6 janë dy acide yndyrore që nevojiten trupit në rritjen e qelizave, për imunitetin, gjakun dhe parandalimin e komplikacioneve. Ekspertët shtojnë një zëri se shtimi i arrave në menun tuaj ditore do të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë kundër problemeve siç është edhe kolesteroli. Sëmundjet e zemrës lidhen gjithashtu me probleme të mëdha me nivelin e kolesterolit. Arrat, falë prezencës së acideve yndyrore omega-3, do të ndihmojnë ndjeshëm në uljen e niveleve të kolesterolit të keq dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që t'i keni një nga frutat tuaja të preferuara për të marrë përfitime dhe për të parandaluar komplikacionet. Arrat janë një frut fantastik që mund të ushqejë shëndetin e flokut. Vaj i yndyrnave omega-3, siç është vitamina B7, omega-3, 6 dhe 9, forcojnë gjithashtu folikulat e flokut dhe gjithashtu mbrojnë kundër mykut dhe mbajnë larg infeksionet. Arrat janë një ushqim fantastik në shëndetin e lëkurës. Vitamina B së bashku me vitaminën E, një antioksidant natyror, ndihmon në luftën kundër radikaleve të lira si pasojë e stresit dhe redukton rrollat e fytyrës. Vaji i arrave ushqen lëkurën, zbart rrafet e zinj poshtë syve dhe relakson lëkurën, dhe përdorimet të tilla të saj mund të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit të lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve. Shtimi i arrave në menun tuaj ditore do të përkthehet në një mburojë të vërtet ushqyese për shëndetin e saj, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët shtojnë një zëri se konsumi i arrave në rutinën tuaj ditore do të përkthehet në një mburojë të veçantë ushqyese për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Arrat janë një nga frutat më të mira, të cilat duhet t'i bëni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Kështu ndikimet e tyre në mbrojtjen e shëndetit do të përkthehen në një element të veçantë ushqyes në rigjenerim, gjithashtu dhe lehtësim të komplikacioneve. Shtimi i arrave në menun tuaj ditore do të ofrojë gjithashtu role fantastike edhe kundër problemeve të radikaleve të lira. Arrat përmbajnë proteina dhe fibra që ndihmojnë për një dietë më të shëndetshme. Ato përmirësojnë gjithashtu aftësinë tuaj riprodhuese dhe parandalojnë komplikacionet që i kanosen organizmit tuaj në tërësi. Arrat i bëjnë mirë kockave falë përmbajtjes së lartë të acideve yndyrore omega-3. Meqense arrat janë të pasura me fibra, ato janë një ushqim i shkëlqyer për tretjen si dhe luftojnë problemet e saj. Arrat janë një frut fantastik që mund të ndihmojë gjithashtu në një gjumë më të shëndetshëm dhe imunitet më të mirë. Gjendra pjenale në trup prodhon hormonin melatonin, përgjegjës për cilësinë tuaj të gjumit. Ky hormon gjendet te arrat duke e kthyer atë në një snak të përkryer edhe për cilësinë tuaj të gjumit. Shtimi i arrave në menun tuaj ditore do të përkthehet në një mburojë të veçantë ushqyese në cilësinë më të mirë të gjumit dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Ekspertët shtojnë një zëri konsumin e këtij fruti edhe për të rritur vlerat e imunitetit. Arrat janë të mira në mbrojtjen kundër problemeve të ekzemave, psoriazës, astmës dhe artritit reumatoid. Por ajo që e bën këtë frut kaq të rëndësishëm është përmbajtja e acideve të shëndetshme që mbështesin sistemin imunitar dhe parandalojnë prodhimin e qelizave të dëmshme. Arrat janë të mira për shëndetin e enëve të gjakut dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj konsumi i këtij fruti në menun tuaj ditore brenda standardeve të rekomanduara do të përkthehet në një element fantastik edhe për shëndetin e enëve të gjakut dhe shëndetin e kujtesës. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.